Të nderuar vëllezër besimtar, besniku i tokës po e sjell lajmin nga besniku i qiellit, i cili këtë lajm po e sjell nga besniku i besnikëve. E lajmi është shumë rëndësi për arsye se zinxhiri përmes të cilit po na vjen neve deri në tokë, po vjen nga krijesat më besnike dhe më të sigurta. Pra besniku i tokës kush është? Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nuk ka më besnik dhe nuk ka më fjalë drejt dhe nuk ka njeri i cili ja don të mirën njerëzimit më tepër se sa Muhamedi alayhi salatu wassalam. Besniku i qiellit kush është? Edhe pse të gjitha melaqet e Allahut janë besnike dhe janë krijesa me vlerë dhe të dashur për Allahun, mirë po besniku i tyre më i dalluar i tyre është Xhibrili alayhi salam, ndërsa besniku i gjithë besnikëve, "Wa man asdaqu min Allahi haditha", e kush është më i saktë dhe më besnik në fjalët e tij se sa Allahu i lartësuar. Kështu pra Allahu po na e sjell lajmin përmes Xhibrilit e Muhamedi alayhi salam, pastaj po na i komunikon i dërguari i Allahut gjithë neve. Që do të thotë se lajmi është i rëndësishëm, ka të bëjë me një çështje teje të rëndësishme, madje edhe jetike për gjithë muslimanët. Për gjithë muslimanët, sepse varet e ardhmja e tyre nga kjo çka tash po na tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot i dërguari i Allahut, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layl al mudlim." O njerëz, o musliman, shokëve vet po ju thot, po të gjithë neve pastaj pas tyre, paraprinja disa fitneve, disa trazirave dhe kohëve të jo të mira, të sikletshme, me ibadet dhe punë të mira. Sepse në ato ditë dhe në ato kohra do të shpërndohen trazira, edhe do të ketë situata të rënda si kurse errësira e natës. A mundet dikush mu drejtu edhe me gjetë udhën në një vend pa njohur natën, që nuk ka as rrezet hanës, as nuk ka dritë? Normal që mbetet. E kështu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kështu do të jenë këto kohë të trazirave. Si kurse njeriu i cili gjendet në terren të huaj, në errësirën e natës, as nuk ka shenja, as dritë, as rrezet hanës. Pos këtë rast nëse e ka rrezatimin e udhëzimit të Allahut të lartësuar. Thot pastaj vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasallam, ç'është rana janë këto trazira, saqë njeriu i ndodh që yusbihu fiha al-mar'u mu'minan wa yumsi kafiran, sabahu e qel musliman, akshami e zën jo musliman pa besimtar. Ose dikon tjetër akshami e zën jo musliman, ndërsa sabahu e qel jo musliman. Yabiu dinahu bi aradhin min ad-dunya, e shet fenë vet për një plaçk dunjas. Apo ndodh kjo po ndodh. Dhe ko pas kohë, ose her pas here po ndodhën për mosa më të mëdha. Mirë, ky mësim, edhe ky lajm i pejgamberit alayhi salatu wasallam vjen për ata të cilët e vlerësojnë fejen edhe fetarinë e tyre shumë, sepse në botën tjetër gjithçka do të vuloset dhe gjithçka do të ndërmirret për njeriu varësisht se çfarë feje ka, fetarinë që ka pas, mos sa ka qenë fetar. Sepse gjitha këto dunjas që i kemi, gjithë këtë gjallëni, edhe gjithë këtë fitim edhe këtë pasuri e kemi në dunjë dhe po e lëm, sepse nuk njohemi dikush që i ka marrë me vete shtëpitë, pallatet, arat, ndërtesat, e firmat, e famën, e emrin e gjitha këto. Si ka marrë? Deri te vore kanë përcjell mirë, po tani pas vdekjes ameli vet punave. Ç'ke fetaria? E çto thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe pse është e ardhmja e çdo njeriu, edhe pse në bazë të saj do të voloset fati i tij në ditën e gjykimit, pastaj i lumtur për gjithmonë ose i dëshuar për gjithmonë, që to thotë e shet. Bi aradimi në dunja, diçka të dunjas që as te devori nuk e çon. Fitnë të rana, trazira të rana, mirë po këto trazira të ndëruar vëllezër, fillimisht janë trazira shpirtërore. Njeriu fillon me ju fut dyshimet për vlerat që i bart, për fenë që e ka, për fetarin, për punë që i bën të mira, fillojnë me hin dyshimet. Edhe mundet me qenë besimtar që praktikon diçka të fesë, mirë po haloj ka dyshimet se a jemi mirë në as jemi. A është feja jonë më e mira, ose e vetmja e pranuar apo jo? Ndoshta edhe të tjerët e kanë mirë, ndoshta bën edhe tjetër kon. Kjo domethënë është trazir shpirtërore para se me ndodh trazirat në tokë. E kur thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, paraprinja që ty në trazirave me punë të mira, me ibadet, për arsye se kur të vinë këto, mo njerëzit nuk kanë me pas shumë kohë me bë ibadet. Kanë më marr me thashë theme, kanë më marr me analiza, kanë më marr me zhvillime, me i nisë luftat edhe me i përfundu luftrat. Kjo e para, arsyeja e dytë është se ibadetet të cilat i deponojmë
Por pejgamberi sa bëhet depononi ibadetet dhe punë të mira para se marr këtu të lasha, këtu trazina, ibadetet që i deponojmë me lejen e Allahut do të na mbrojnë prej trazirave. Edhe nuk do të prekemi spaku shpirtërisht prej trazirave të cilat do të shfaqen në tokë, që trazirat i shfaqin njerëzit, sepse Allah ka vendosur sistemin rregull, edhe e ka vendosur tokën edhe gjithçka në rregull, dhe ka lyp prej njerit me mojt rregull. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, thot Allahu al-Aswar. Mos e rregulloni tokën, mos bëni trazina në tokë, mos i që e kemi qitë gjithçka në sistem. Domethënë trazirat i sjell njeriu. Kështu që të nderuar vëllezër, deponimi i punëve të mira që ka shumë rëndësi. Shumë rëndësi që na me i kalu, edhe me i sfidu këto trazira të cilat mos më na marr neve pastaj, mos më na i marr fetarin ton. Edhe mos më i ndodh dikujt që mrena natës me hum fen. Mrena ditës është e kapshme. Sepse puna dhe gjallënia e njeriu është ditën, edhe mundet me ndodh që gjatë ditës më marr me punë të mira, edhe vjen akşam edhe e kalon nderin dikon, e kalon krenarin dikon, e kalon fetarin dikon, burrnin dikon, edhe u kthyet. Mirë, po natën ç'mi ndodh kjo? Mrena natës ç'mi ndodh kjo? Për arsye se sot shumica e problemeve të lasheve, e punëve të pahishme, apo ndodhin natën. Kur qel sabahi, shumica e njerëzve thonë çka i zhbo prom. Domthonë natën njerëzit mrena natës nuk po i pritet dikujt me dal sabahi, edhe me i shit këto po i shet natën. E pejgamberi alayhi salatu wasallam po don me i tregu muslimanit që s'po me i shit këto. Nuk bën me shit fetarin. E për me shit fetarin atëherë këtyre krizave duhet me ja paraprim me ibadet. Çka kemi me deponuna? Ku i kemi namazin ton? Ku i kemi duat tona? O Allah forcom. O Allah forcom. Sikur se lutet pejgamberi alayhi salatu wasallam, o Allah mos lejo që zemra jeme me lajthi për me deviju. Ku i kemi duat? Ku e kemi leximin e Kur'anit, ku e kemi dhikrin e Allahut, që to domthon janë ato që deponohen edhe pastaj me to Allahu na mbron në kohë të krizave. Kriza të ndëruar vëllezër, për shkak se vlerat fillojnë mu posi antivlera, ndërsa antivlerat, senet që s'kan vlera, fillojnë mu posi vlera. Edhe për ata, sot, me qenë njeri besnik, me qenë njeri mirë, me qenë fetar, me pas burni, është shumë më shumë ka mu lodhë se sa mos me i pas këto. Lodhët i drejti sot, lodhët besniku sot, lodhët ai i cili don me ecë rrugës të cilën Allahu i lartësuar ka prapo. Mirë, po për mos mu lodhë shumë, ose për mos mu demoralizu dhe mu kthy në rrugë, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëni punë të mira, sepse punët e mira janë derivat i cili ju vazhdon me to ju mundson me i kalu krizat. Pejgamberi alayhi salatu wasallam pastaj e tregon në mënyrë figurative, thotë këto kohë të krizave, thotë në to njeriu muslimani pastaj do të ndodhet në situatën atij i cili e ka gocën në dorë. Kështu është muslimani. Këto kriza, këto kohë të rana, ai që ka për të feje dhe sikur se mu ka për goca. A mund e lëmon gocën ju, a mund e lëshon me lëshon feje. E kështu sot do marrësh në siklet ai i cili do të më bëj mirë. Edhe për ata thash se besniku lodhet, fetari lodhet, i drejti lodhet sot. Lodhet për arsye se kanë ndruhe sapi. Kanë ndruhe sapi sepse vlerat paraqiten antivlera, ndërsa antivlerat paraqiten vlera. Ti do më bëj drejt, ti do më bëj haxhi, ti do më bëj hoxh. Mirë, s'do më bëj unë, po unë jam çaj. Unë jam çaj që do më bëj drejtësi sepse Allahu ka lyp për meje. Pastaj të ndëruar vëllezër, përveç që ndodh kjo, thonë është edhe kohë mashtrimeve. Për ata dhe, po thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, shitet feja për një plazh këtë dynjas. Kur e sheh se çka ka marrë, që e ka dhënë fetarin, e ka dhënë burrnin, e ka dhënë derin, e ka dhënë krenarin, e ka dhënë gjitha këto virtyte që i ka pas, e sheh që s'ja ka vlej më lodh për to hiç, e lej më dhon këtë ndojat. Se ka vlej për tu më lodh, e lej më dhon këto që janë kaq shumë e vlerë. E sot çarçe të ndryshme, njerëz të ndryshëm tentojnë me na hutu për çësoj që po na thirr pejgamberi alayhi salatu wasallam me boj ibadet. Edhe vazhdimisht e themi ko kriza, lufta po kërcit, mirë. Luftën a e kemi nisë, na s'jemi as që e kemi nisë as që e nalim. Mirë, po a debatojmë gjithë. S'ka luftë, s'ka krizë që ndodh dikon vetëm se na jemi të parë, analistat e parë. Ton koha, ton dita na shkon se apo nalet lufta as po nalet, apo fillon as po fillon. A i ra filan shtetit, mirë. Nuk po tham me qenë pa informuar. Mirë, po jo më u marr tan ditën me to sepse nuk janë punë të cilat i kemi nisë na dhe i përfundojmë na. Se ti shkon dorë tonë, moti i kisha kryer në përveç. Moti i kisha mbaru këtë punë.
Mirë po nuk janë që kanë nisë me neve, as që kanë më u kry me neve, mirë po na i marrin kohën neve. Edhe vazhdimisht preokupohet me hallin edhe dertin aty në që i bëhet zullom, sa fëmija i pafajshëm po vritet, sa muslimani po torturohet, po bombardohet, shtëpia po i zën kretë rropt, edhe po i byt. Të ditën analiza, ndoshta rroll kujt i shkon një herë menja me thonë, o Allah, ndihmoju për aty, që kjo është ajo që duhet na me bëft. Me bë doa, me bë lutjen. Pastaj edhe munal edhe me vetë me thonë, nesër më ndodh mua çka. Çfarë do të më bëone? E kështu që të nderuar vëllezër, këta hajna modern, po i quaj hajna modern, të mos i lejojmë më na i marr kohën. Me gjëra, me analiza, me fjalë, me muhabete që le që si shohim hajër kur gjë, as kur vardo bie vetëm se ngarkohemi me to. Kur kriza, do me krizë lufta, do me ndodh lufta e tretë botërore, lufta e katërt, kanë me hiket, kanë me vdekurje. Mirë, a on dorë teme? A mune nali unë këto? Jo. Atë të mirë në punë të mia, me ibadet që po thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ti kthena namazit, ti kthena lutjeve, ti kthena dhikrit, leximit të Kuranit, të gjitha këto. E çështu i përballojmë kohët e krizave. Por ndryshe vijnë krizat edhe dikush futet në to ose të lashët, ose fitnet, sepse mjafton për fitne muslimani me e bojt dertin e muslimanëve 24 orë dhe s'qohet me fal namazin. E që të folë vazhdimisht, vallahi muslimanëve për votë zollom, i shkeli këtë dy janë, që më falu ti për veti, sepse fitnja jote është që ti s'po falësh, pa ato ka kush mirët. E kështu pra hajnat modern na i bojnë këta na i servojnë, mashallah çfarë muslimani. Sa herë ti kujton fëmijët që po vritën filan vjen atje, i rrjedhin lot. O lot do të më rrjedh namaz. Do të më çu më fal, kjo çaj është puna e tina, do të më bë lutje. Duhet më marr me punë që i ka në familjen e vet, në rrethin e vet, edhe aty ku është ngarkuar me punët me të cilat edhe ka përgjegjësimi kry, po do të pyetet para Allahut në ditën e gjykimit. Andaj të nderuar vëllezër, çfarë do kohë që vjen, çfarë do situate që ndodh, çfarë do kriza që vijnë, e vetëm një mënyrë për me të i kaluar ato dhe me dal faqe bar për ty është me deponu ibadete. Me deponu diçka. Kriza e oriz do të me deponu buk. Mirë, këto kriza tjera do të me deponu fetaria dhe ibadete dhe të mira. Po i deponum që tu me lejnë Allah të kemi me të i kaluar me dal faqe bar, po nuk i deponum kemi më lodh, kur gjos kemi me zgjidh edhe kanë me na hub ditët edhe kanë me na hub thuhet, duke u marrë me punët të cilat nuk janë tonat, as nuk varet prej neve, as kemi nisna, as kemi me i betisna, ndërsa në anën tjetër na kanë ibadetet edhe obligimin ndaj Allahut të lartësuar. Elos Allahun e lartësuar që të na i përmirësoj gjendjet, neve dhe të gjithë muslimanëve kudo që janë. Elosim Allahun e lartësuar që të gjithë ata të cilët shkaktojnë kriza edhe tentojnë me shkaktuar ato, Allahut mos ja u mundsoj. Ja mundsoj, ndërsa elosim Allahun e lartësuar që gjithkund ku ka kriza në botë, Allahu të dërgojë njerëz të cilët sjellin paqe dhe i largojnë ato dhe sjellin siguri. Aty ku ka varfëri, Allahu të dërgojë bollëk, aty ku ka skame, Allahu të çaj pasuri, aty ku ka vrasje, Allahu t'i ndal ato dhe të dërgoj njerëz të cilët i thojnë stop një herë për gjithmonë këtyre dhe e kthejnë tokën edhe dynjan në vijë ashtu që ka kriju Allahu i lartësuar. Pa të lash edhe pse kjo vështirë është me ndodh mirë, po duhet me bë lutje së paku.